Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim wa ubarik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe më pas, alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qëmë salavat për profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Alhamdulillah, kemi folur në këto mësime rreth argumenteve logjike që kanë sjellë dietarët në lidhje me ekzistencën e Allahut xhaleshanu dhe kemi përmendur shumë të tilla. Ndër argumentet që zakonisht argumentojnë dietarët, por edhe muslimanët kur flasin me jo besimtarët, është edhe argumentet historike në lidhje me ekzistencën e profetëve, misionin e tyre, mrekullitë që ata kanë sjell, mesazhin që kanë përcjell, përputhja mes zbulimeve arkeologjike apo historike dhe atyre çfarë thuhen dhe përmendet në për librat që i ka zbritur Allahu xhaleshanu dhe që kanë ardhur deri tek ne. Pra gjitha këto janë aspekte që i krijojnë njeriu një lloj sigurie të plotë që alhamdulillah profetët kanë ekzistuar, janë domethënë persona që kanë ekzistuar në histori, po kështu dhe mesazhet e tyre janë sjellë, janë përcjell nga popujt. Dhe nuk është përcjell nga njerëz të pakët, po janë përcjell domethënë nga njerëz të shumtë, nga breza, çdo brez ja përcjell brezit. Pra brez pas brezi janë përcjell këto mësime dhe janë sjell ndër ne. Gjë që na jep siguri të plotë që alhamdulillah kjo ka ekzistuar, pra këto realitete, profetët, shpalljet, mesazhet që ka sjell Zoti xhaleshanu, popujt të ndryshëm që kanë jetuar, vendbanimet e tyre, pra këto janë fakte të cilat e forcojnë domethënë ekzistencën ose besimin në ekzistencën e profetëve dhe atë që ata kanë predikuar ndër njerëz, që është besimi në Allahun subhanahu wa taala dhe në shpalljet e tij. Për këtë do flasim sot inshallah këto aspekte për ta mbyllur inshallah këtë grup mësimesh rreth argumenteve logjike për ekzistencën e Allahut xhaleshanu dhe vërtetësinë e besimit dhe fesë të Allahut subhanahu wa taala, për të vazhduar pastaj me hadithet që do të jenë domethënë pjesë e mësimeve tona, hadithe që flasin për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, na tregojnë aspekte të madhështisë së Zotit xhaleshanu. Pra argumentet historike dhe shpalljet e Zotit xhaleshanu. Zbritja e shpalljeve dhe dërgimi i profetëve në çdo kohë dhe komb është një dëshmi e qartë e ekzistencës dhe njëshmërisë së Allahut xhaleshanu. Profetët kanë sjellë mrekulli dhe mesazhe që njerëzit nuk mund t'i krijojnë vetë. Argumentet historike dhe shpalljet janë një ndër provat më të fuqishme për ekzistencën e Zotit, krijuesit, që ka një qëllim me krijesat e tij. Qëllim të cilin e ka shfaqur, e ka treguar përmes këtyre shpalljeve gjatë gjithë historisë së njeriut. Këto argumente përqendrohen në ngjarjet historike, mesazhet e profetëve, në ndikimin që shpalljet kanë pasur gjatë gjithë historisë pra në esurinë e njerëzimit, ka pasur ndikim të madh shpalljet e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë ndikuar shumë në mbarvajtjen e jetës së njeriut në tokë. Të gjitha këto tregojnë pra për një Zot që është i gjithditur, plot pushtetshëm, i urtë, i cili kujdeset për krijesat e tij, nuk i ka lënë ato, domethënë pa udhëzuar dhe pa u treguar rrugën, ashtu sikurse edhe premtoi që në fillim kur i zbriti në tokë. Pra kur zbriti Ademin alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala premtoi dhe tha: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda", prej meje do t'ju vi vazhdimisht udhëzim. Fëmen të bia hudaje, fela khaufun alehum wala hum yahzanun. Ata që ndjekin udhëzimin tim, nuk ka frikë për ta dhe nuk ka pse të brengosen. Pra, është e lidhur ngushtë me lumturia e njeriut me ndjekjen e udhëzimit të Allahut xhaleshanu. Pra, alhamdulillah, gjitha këto pra fakte historike, shpalljet që kanë ekzistuar ndër njerëz, ndër popull gjatë gjithë historisë, tregojnë që ekziston Allahu subhanahu wa taala, krijuesi, ai që kujdeset për krijesat. Dhe po ta mendosh edhe sot, domethënë një pjesë e madhe e njerëzimit sot, paçka devijimi që kanë ato fe të devijuara, përveç Islamit që ka mbetur ashtu si Allahu subhanahu wa taala ka zbritur, megjithatë, po të shikosh për shembull, një pjesë e madhe që janë me miliarda. Me miliarda janë, domethënë po themi sikur vetëm ndjekësit e 2 ose 3 feve kryesore themi në dynja që janë më të pranueshme ndër njerëz të themi. Pra është Islami padyshim se kjo është e vetmja fe e pranuar tek Allahu sot që është e pandryshuar, është krishterimi dhe jehudët, themi me atë
me besimin e tyre, këta përbëjnë miliarda njerëz. Miliarda njerëz e kanë trashëguar këtë, pra këto informacione, edhe njëherë përsëris, pavarësisht domethënë pasaktësisë edhe pavarësisë të feve të tjera përveç Islamit. Ajo që ka mbetur tek ata, pra ato informacione që i kanë në librat e tyre tregojnë për ekzistencën e Allahut, të gjithë besojnë në Zotin. E besojnë një krijues që ka vendosur rregulla, ka zbritur ligje, ka një qëllim me krijesat e tij. Pra alhamdulillah, kjo tregon pra edhe një herë për ekzistencën e Allahut xhaleshano. Flasim pak për mrekullitë, si dëshmi e ekzistencës së krijuesit dhe misionit profetëve. Mrekullitë e shumta të cilën nga profetët përgjatë historisë njerëzore shërbejnë si dëshmi e fuqishme për ekzistencën e krijuesit që i dërgoi ata dhe për vërtetësinë e misionit me të cilin ai i dërgoi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo profeti, Zoti xhaleshanu i ka dhënë mrekulli dhe ngjarje të jashtëzakonshme, të tilla që njerëzit ta besojnë që ai flet në emër të Zotit xhaleshanu. Pra mrekullit çfarë janë? Mrekullit janë ngjarje të jashtëzakonshme që profeti ua shfaqte njerëzve tek të cilët dërgohej nga Zoti xhaleshanu, që njerëzit e kuptonin që ai flet në emër të krijuesit, të atij që i ka të gjitha në dorë dhe është mbi fuqinë njerëzore. Pra që njerëzit të bindeshin që ky flet në emër të krijuesit, u jepte Zoti subhanahu wa taala mrekulli. Dhe kjo ka qenë gjatë gjithë historisë së njerëzit. Pra Allahu xhaleshanu gjithë profetëve u ka dhënë mrekulli. Dhe në fakt mrekullitë u jepte Zoti subhanahu wa taala në varësi edhe të kohës në cilën jetonin. Pra duke qenë mrekullia diçka e jashtëzakonshme, diçka që njerëzit e kohës kur jetonin atë kohë për shembull e vlerësonin diçka të tillë. Po të marrim për shembull në kohën e Musait alayhis salam. Njerëzit ose themi njohuria më e shfaqur në atë kohë dhe themi më ndikuese ndër njerëz ka qenë magjia. Një njeri i ditur quhej magjistar. Ndoshta jo me patjetër të kishte lidhje me magjin, por se quhej magjistar pse? Sepse si figurë e ditur, influencuese shumë e fortë, ka qenë magjistar. Prandaj Firauni mlodhi magjistarët më të Zot në të gjithë mbretërinë e tij. I mlodhi për të përballur me Musain. Dhe mrekullia që solli Zoti xhaleshanu i shpikërisht në këtë aspekt. Për t'u treguar atyre që edhe këto që ju i quhni ose që mendoni se janë kulmi i arritjeve tuaja, solli Zoti subhanahu wa taala Musain me një shkop e hidhte poshtë dhe subhanallahu i gëlltiti të gjithë dhe i shkatroi gjithë gjarpërinë që hodhën ata ose litarët që hodhën ata që dukeshin sytë e njerëzve gjarpërinë. Pra magjinë e tyre e shkatroi. Ai sa vetëm magjistarët subhanallahu, vetëm magjistarët që në fillim të ditës ishin njerëzit më të këqij, mbështetësit e tiranit më të madh që ishte Faraoni. Ata u kthyen besimtarë të sinqertë, sepse dinin shumë mirë që kjo nuk ishte pjesë e zanatit të tyre. Nuk ishte magji. Ishte diçka mbi magjin. Ishte diçka reale. Diçka domethënë që vetëm një Zot i plot fuqishëm e bën. Dhe ra në sejdë subhanallahu. Ra në sejdë dhe thotë besuam në Zotin e botëve, Zotin e Musait dhe Harunit. Me gjithë kërcënimin e Firaunit, subhanallahu do t'ju mbërthej në trungjet e hurmave tha. Dhe ashtu ndodhi vërtet, i vrau subhanallahu. Ata thanë, nuk ka gjë. Ti thjesht do na marrësh jetën e kësaj bote. Pse besuan këta? Subhanallahu, se pan mrekulli në sy. Pan diçka domethënë që nuk mund ta bëjë njeriu. Edhe kuptuan që ky flet në emër të Zotit dhe ata e dinin që ekzistonte një Zot. Por nuk kishin rënë kontakte të tilla, domethënë që shikonin mrekulli. Në momentin që pan diçka të tillë, alhamdulillah, hyri imani në zemrat e tyre. Po kështu domethënë histori gjithë historisë, po të marrësh profet të tjerë për shembull, marrësh Isa alayhis salam. Në kohën e Isait, mjekësia filloi të lulëzonte. Ai sa domethënë njerëzit po pretendonin që edhe t'i afroheshin të ngjallnin njerëzit, themi, nga vdekja të sillni përsëri në jetë. I dha Zoti subhanahu wa taala Isait alayhis salam mrekulli të tilla që shkonte tek vari, dikujt domethënë nxirrnin, siç ndodhi dhe janë histori të dokumentuara. Të janë dokumentuara jo vetëm tek muslimanët. Nuk kanë muslimanë, janë popull të shumë që kanë dokumentuar dhe i kanë sjell. Shkon dhe i thot atij domethënë ngriu. Ngrihet i vdekurit subhanallahu. Thot Allahu subhanahu wa taala tuhil mauta bi idhnillah, dhe i ngjall të vdekurin me lejen e Allahut. E urdhëron të vdekurin dhe ngrihet. Po kështu ndodhi dhe me Musain. E njëjta gjë që ngjalli e ke historinë në surën Bekare, që i urdhëroi Allahu subhanahu wa taala për ta prekur me një pjesë të lopës të therrur që bën kurban për Zotin, dhe ai u ngrit. Ai personi i cili e kishte vrarë dikush, u ngrit vetëm sa tha emrin e vrasësit, që më ka vrarë filani, dhe u kthye përsëri. Pse? Për treguar njerëzve pushtetin e Allahut, mrekulli të jashtëzakonshme.
Ndarja e detit, goditja me shkop. Si mund të ndodhe që deti i kuq, goditet me shkop nga Musa alayhis salam, fadrib bi asaka al-bahr. Goditet me shkopin tënd detin. Dhe hapet subhanallahu, jo një rrugë vetëm thuhet. Po subhanallahu thaj që u hapën 12 rrugë për të kaluar fiset e bijve të Izraelit. Dhe thanë, dietarët thonë që secili fis, nga që nuk shikonte pjesëtarët e fisit tjetër, që me cilin mund kishte edhe marrëdhënie dhe mund kishte shumë afërsi, thotë ku janë? Kishte frikë se mos ishin mbytur në det, krijoi Zoti mundësinë që këto male ose këto mure uji që u krijuan mes tyre, krijonte hapësira mes tyre, që të shikonin, gjatë kohës që udhëtonin dhe kalonin në krahun tjetër. Kush e bën këtë? Këto janë të dokumentuara nga popujt, subhanallahu, i kanë sjell popujt. I kanë sjell popujt që kanë ndodhur diçka e tillë. Dhe kanë ndodhur filan vend, filan kohë, me histori, dhe historia në fakt i ka dokumentuar të tilla ngjarje. Po kështu Isa alayhis salam, domethënë mrekulli që bënte, ishte merrte dhe balt dhe formonte në formën e zogut. Dhe fayanfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. Frynte dhe kthehej në zog me lejen e Allahut. Balt. I fryn dhe kthehet në zog dhe shikonin njerëzit. Domethënë shumë mrekulli, sa shërime bëri Isa alayhis salam, që janë dokumentuara dhe njerëz domethënë që vajtet e një grup domethënë që ishin i nxorrit ca shpirtra të këqij nga trupi i dikujt dhe i tha që të hynin tek derrat. Edhe e shëroi domosdoshmë sa u ngritën dhe i shëronte, thot Allah në Kur'an, wa yubri'ul akmah wal abrasa bi idhnillah, dhe shëronte el akmah. El akmah është i verbëri që ka lindur i tillë. Ka lindur i verbër. Nuk është se u verbua rrugës edhe se u shërua gjatë, kishte një problem, as e shëruam. Ishte i lindur i tillë. Dhe Isa alayhis salam yubri'ul akmah wal abrasa bi idhnillah, ose i sëmuri me sëmundjen e lebrozës, që nuk kishte shërim, thjesht e prekte dorën. Prandaj quhet Mesih. Një nga shkaqet pse quhet Mesih, sepse kana yemsah me dorën e tij, fytyrën ose syt e të sëmurit. Yemsah. Dhe shikonte me lejen e Allahut. Si ndodhi kjo? Kjo ndodhi edhe me profetin sallallahu alaihi wasallam. Në një betejë, domethënë që dikush nga shokët e tij, domethënë gjatë betejës, u godit me shpatë dikush syrin e tij dhe i doli kokordoku, i varri. Më falni për, domethënë për pamjen jo të zakont që po ju paraqes. I varri kokordoku poshtë, ju varr. Këtu do më qëndronte varur, po ishte në luftë. E tha çfarë ti bëj, tha shoku, ta heq fare, të vazhdoj të luftoj, apo si t'ja bëj? Jo, tha shko tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam. E mori profetin sallallahu, ja vendosi në vend, me bështymin e tij, ja fërkoi syrin, e vendosi në vend dhe thot ky sahabiu, kur u plaka, më mirë shikoja me këtë që më nxori, që më doli sesa me këtë tjetrin që e kisha pa trazuar. Shikoja më mirë me këtë tjetrin. Shtimi i ushqimit. Kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, biles është një libër i shkruar subhanallahu, Sahihul Musnad fi mu'jizat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pra Sahihul Musnad, hadithet e sakta me senet të plotë të profetit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mrekulli që ishin para se të bëhej profet, gjatë kohës që u bë profet. Domethënë edhe pasi u bë profet, ai domethënë pati mrekulli të shumta nga shokët e tij. Pra ndër to mrekulli ishte shtimi i ushqimit, shërimi të sëmurëve. Shërimi të sëmurëve të lloj-lloj, domethënë sëmundje të ndryshme. Thjesht me dua, me lutje që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shërohej me lejen e Allahut dhe lëshan. Ose shtimi i ushqimit, shtimi i ujit, që ishin domethënë 1400 burra, 1400 burra ushtri e madhe, të cilët ose 1500 dhe nuk kishin ujë. Dhe mlodhi profeti sallallahu alaihi wasallam në një enë, gjithë ujin që kishin, aq enë sa kishte, dhe vendosi dorën. Kjo është në sahih. Hadith të saktë. Futi dorën profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi uji të gurgullonte nga mezi gishtave të tij, sikur të kishte burim atje poshtë. Dhe njerëzit mbushën enët e tyre. Pinë, morën abdes dhe mbushën enët e tyre. Sa ishit atë ditë, e pyetën sahabiun. Ishin 1400-1500 veta. Ose shtoi, domethënë hurma dhe ushqimin. Subhanallahu, se theshte e ftoi dikush profetin sallallahu alaihi wasallam me një grup shokësh. E ftoi në shtëpi për t'i dhënë ushqim. Dhe thiri profeti sallallahu alaihi wasallam shumë të tjerë. Ai shketi mbeti i stepur sepse mos turpërohej se ishte pak ushqim, nuk ishte për të gjithë. Ndërkohë që subhanallahu vazhdoi profeti sallallahu alaihi wasallam të ndante bukë dhe ushqim, u dha të gjithëve dhe mbetën dhe hëngrën të gjithë. Po kështu ndodhi me rastin e qumshtit, ku ishte qumësh piu, pinë të gjithë.
Pi, i thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam Abu Hurairës. Pi akoma, pi. Derisa tha Abu Huraira, o dërguar Allah, s'kam ku gjej, më mbushën brinjët. Nuk kam ku ta fut. Tha Abu Huraira, ndë më mbushën brinjët, nuk kam ku ta fut. Derisa pi domethënë ngopën dhe piu profeti sallallahu alajhi wasallam në fund. Ose rasti asaj në gjatë udhëtimit profeti sallallahu alajhi wasallam kur udhëtoi për në emigracion që iku për në Medinë, nga Mekka në Medinë, qëndroi te shtëpia e Ma'bad, asaj gruas, e cila kishte vetëm disa dhitë të sëmura të dobëta. Se pjesën tjetër kishin dalë domethënë i shoqi për të kullotur. Dhe ishte vetëm kjo e sëmura që ishte mbetur që zilte do të as në kullot, ishte dobësuar, pa le të kishte qumësht. E tha ke ndonjë qumësht në diçka, vallahi po të kisha, tha nuk do kisha nevojë që të më thoje. Se dinte kjo që ishte profeti Allahut. Thjesht nuk kishte nevojë të më thoje se do të jepja vetë misia ose mikpritja e njerëzve ka qenë zakoni këtyre popujve të mirë. Nuk kishte nevojë të më thoje. Po ndonjë edhe tha një ide, domethënë të dhinë, domethënë që është e dobët. Pa jo tha s'man veten e vet në kamp. Ati profeti sallallahu alaihi wasallam. Me bismillah, alhamdulillah, e moli atë, mbushi enët në qumësht dhe piu qumësht. Derisa kur erdhi shoqi i saj, Abu Ma'bad erdhi dhe tha, "Ky qumësht ishte një bur i begatshëm." Edhe filloi ta përshkruante profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thon historianët, përshkrimi më i sakt dhe domethënë i detajuar i pamjes së profetit sallallahu alajhi wasallam ka ardhur nga Ma'bad, kjo grua. E përshkroi profetin sallallahu alajhi wasallam në pamjen e tij. Ashtu siç ishte ai domethënë, ishte ky burr, ishte i tillë, ishte i begatshëm. Edhe ai domethënë ndodhi kjo dhe kjo. Subhanallahu ashtu në ushqimi. Pastaj domethënë tjetër mrekulli domethënë përveç kësaj edhe ato të dukshme të fare që kanë ndodhur në Mekë, siç ndodhi çarja e Hanës. Pra këto mrekulli o vëllezërit e mi janë të shumta. Mrekullit që kanë sjell profetët janë të shumta. Dhe padyshim që këto mrekulli i kanë transmetuar njerëzit domethënë brez pas brezi. Por në fakt, mrekullit në Islam, mrekullit e profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, zë një vend veçantë ndër mrekullit e gjithë profetëve. Jo vetëm nga numri dhe ndikimi i tyre, thon dietarët, por edhe në mënyrën e transmetimit dhe dokumentimit të saktë. Mrekullit që kanë bërë profetët e tjerë, po ta nisësh domethënë nga parametrat historik të verifikimit të ngjarjeve. Ti nuk mund ta vërtetosh dot një histori që ka ndodhur në kohën e Musait, sepse nuk ke një zinxhir transmetimi, domethënë të plot, të lidhur deri sot, që thuash nga filani deri në farkohe që ky e ka marrë nga këtë informacion dhe është i saktë. Këto informacione që thashun për profetën ne kemi marrë nga Kurani në fakt. Ndërsa mrekullit e profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar ndër ne me formën më të saktë të transmetimit të informacionit dhe historisë. Madje është një shkencë më vete, njohuri më vete, që studiohet është njohuria e hadithit. Njohurinë të cilën janë aq shumë detaje, domethënë aq shumë imtësira, domethënë, të cilat të japin një lloj sigurie të plotë në lidhje me vërtetësinë asaj që transmetohet. Pra alhamdulillah nuk ka asnjë lloj dyshimi që ato kanë ndodhur. Çdo mrekulli që ndodhi në duart e profetit sallallahu alaihi wasallam është përcjellë me saktësi dhe autenticitet nga burimet besueshme, duke i ruajtur ato si ngjarje dhe dëshmi historike dhe shpirtërore për breza që do vijnë më vonë. Përmes këtyre mrekullive, njerëzimi jo vetëm që u ballafaqua me fuqinë e arzakonshme të Zotit, por gjithashtu u dha një arsye më të fortë për besuar dhe për të afruar tek Zoti me bindje dhe për kushtim. Ky dokumentim i detajuar në Islam përforcon pozitën e profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si dërguar i Zotit dhe bën këtë mrekulli një burim të rëndësishëm, domethënë besimi dhe reflektimi për njeriu. Sepse alhamdulillah janë informacione që janë sjell saktësisht me një shkencë të veçantë që nuk mund të pranoj dyshim. Po jap vetëm pak një detaj të kësaj. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që pan mrekullit që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam ishin të shumtë. Dhe në fakt ata udhëtuan dhe shkuan dhe jetuan pasi u larguan nga kjo jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, ikën, u larguan nga Medina, se shkuan të bëjnë davet. Një pjesë shkuan në Egjipt, një pjesë në Irak, një pjesë domethënë në Sham, një pjesë shkuan madje edhe në Rusi, në viset më të largët atë Rusisë. Domethënë pjesën e Siberisë, pothuajse. Aq larg kanë shkuar. Po kështu do një pjesë shkuan deri në anën perëndim fare. Domethënë ikën, u larguan, domethënë deri në kufit e perëndimit. Disa shkuan pjesën e Afrikës poshtë, domethënë që janë këto pjesa e Afrikës së Veriut.
Pra u shpërndan sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta tashmë gjithë hadithat që i morën, ata u dhanë nxënësve të tyre. Erdhi koha më vonë që nxënësit e sahabëve, që ishin tabiinët, dhe pak kështu nxënësit që erdhën pas tyre, ose siç ishte imamët e hadithit që erdhën pas kohës së tabiinëve, ata i vënë detyrë domosdoshmë që ti mbritnin të gjitha hadithet që kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ndodhi? Një njeri i cili jetonte ai është nga Republika e Ruse, siç është Buhariu. Buhariu është nga, domethënë një pjesë e madhe e haditheve janë nga Bukhara, Nesaburi, domethënë Sejestani, që janë këto pjesët e Abu Davudit, Sejestani, domethënë janë pjesë, themi, e zonave të Rusisë ose të Persisë, po themi. Një pjesë tjetër janë nga pjesa perëndimore, një pjesë tjetër janë nga Egjipti, domethënë sipas zonave që ishin. Nxënësit e tyre morën hadithet e sahabëve që kishin në vendet e tyre, vëllezër e mi. Në vendet e tyre. Mori hadithet që kishte në Egjipt, për shembull një egjiptas. Pastaj ky udhëtoi për të marrë hadithet e atyre që ishin në Medinë. Dhe mendo tash janë diferenca mes tyre është domethënë 100 vjet, 150 vjet. Apo jo? Domethënë se njeriu se kishi këto mjete informacioni që janë sot që ti këmbesh domethënë një hadithet me njëri tjetrin të shikosh që si janë. Edhe shkoi dhe i mori hadithet. Pra ky që mori këto hadithe që janë në Egjipt nga sahabët e tij, shkoi dhe i mori dhe ato që janë në Irak. Shkoi dhe ato që mori në Sham. Shkoi mori hadithe që janë për shembull në Mekë dhe Medinë, që është gadishulli arab. Dhe vërente subhanallahu një korrektësi maramendse. Të njëjtin hadith që e thoshte ky që ishte në Egjipt, e thoshte tërësisht, saktësisht, ashtu sikurse domethënë ishin këta të tjerat. Dhe i merrnin domethënë dhe kështu pastaj u vendos ky rregull. Hadithi është i saktë. Pse? Sepse gjithë imamët e hadithit kanë transmetuar një lloj dhe nuk ka asnjë lloj ndryshim. Rrallë mund gjendë ndryshim, po them nga këto hadithe që janë në grad më të lartë të saktësisë. Më thoni vëllezërit e mi, si mund të bien dakord banorët e kontinenteve të ndryshme? Të bien dakord që do të përhapim këtë lloj hadithesh që ti them në këtë formë, edhe ato të mbeten në mënyrë të pandryshueshme. Kjo tregon që ky informacion është i saktë. Pse se një lloj është këtu, dhe u mblodhen të gjitha këto pra, alhamdulillah në librat e hadithit. Dhe janë sjell tek ne. Kjo që fola shumë në vijat e trasha, bilës po them është një strukturë fare, domethënë mbas edhe su kuptoni plotësisht, domethënë atë madhështinë e kësaj njohurie të hadithit. Po subhanallahu feja jon ka ardhur në këtë formë. Dhe mes kësaj ka ardhur dhe mrekullitë e profetëve. Që është mrekullitë e profetit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kuptoni vëllezër e mi, domethënë çështjet e mrekullive, pse mrekullitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë më të pranueshme ose më të sigurta për tu vërtetuar, sepse është pikërisht kjo mundësia e transmetimit. Përmes kësaj rruge ka ardhur dhe mrekullitë e profetëve të tjerë. Pra ne besojmë edhe ato mrekulli pse? Përmes rrugës që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse të tjerët nuk e kanë mundësinë ta vërtetojnë diçka të tillë. Nuk kanë mundësi që të sjellin një hadith ose një informacion të sigurt deri tek thenësi i tyre. Mendo kur edhe ungjit e tyre që i kanë mbledhur, më i afërti është domethënë diku te 80 vjet ose 90 vjet pas Isait. Më i afërti që është me kohën e tyre. Nga e mora nga gojdanat e njerëzve që ishin edhe jetuan ato kohë. Ky lloj informacioni tek ne në hadith i mora nga gojdanat, pa përcaktuar se nga kush e morë, cili është ky person që e morë, çfarë profesorësh ka pasur, çfarë nxënësish ka pasur, aftësinë e tij të mësimit përmendesh, aftësinë e tij në thënien e hadithit, saktësisht siç e ka dëgjuar, ka aftësinë e mësimit përmendesh. Po mos i plotësoj këto kushte, tek ne nuk pranohet hadithi. Është hadithi dobët ose hadith që s'pranohet fare. Pra ka kushte pranimi i hadithit tek ne. Prandaj vëllezër e mi mos e kujtoni se kanë ardhur domethënë këto mrekulli kanë ardhur kështu. Domethënë gojdana, jo subhanallahu. Në Islam e kemi, domethënë ka një informacion të sigurt që muslimani ndihet krenar. Madje si thon shumë nga këta orientalistët që e kanë studiuar edhe këtë lëmisë, e kanë studiuar në farkohë për ta dëmtuar në fakt, po pas i farkohë shumë prej tyre kanë pranuar Islamin subhanallahu. Edhe kanë thënë, domethënë e meritojnë muslimanët të lëvdohen dhe të jenë krenar. Në lidhje me dijen e isnadit, ose themi dijen e hadithit, njohurinë e hadithit. Sepse për të treguar historinë e një njeriu të vetëm, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjithçka që ka bërë ai, fjalët dhe veprat e tij, ata kanë studiuar jetën e më shumë se gjysmë milion njerëzish, që janë transmetuesit gjatë gjithë niveleve. Janë 4-5 nivele të transmetimeve. Sahabët, tabiinët, nxënësit e tabiinëve dhe imamët.
Domethënë, këta janë gjysmë milion njerëzish. Ka studiuar jetën e tyre. Cili pranohet dhe cili s'pranohet për tyre. Pse pranohet dhe pse nuk pranohet. Biles ndonjëri ka hadithe dhe një farmase që pranohen, pastaj nuk pranohen sepse 1 2 3 4 shkaqe. Thonë e meritojnë që të lëvdohen ata edhe të krenohen me këtë lloj njohurie. Sepse feja e tyre ka ardhur si. Prandaj nuk e dëmtojnë dot fenë e muslimanëve. Sepse burimet e tyre janë të pacënueshme. Pikërisht për këtë arsye. Pra vëllezërit e mi, domethënë, këto mrekulli që janë transmetuar, alhamdulillah, përmes këtyre lloj mënyrash, alhamdulillah argument që edhe për ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala. Pra vetë Zoti është ai që e ka sjellë në këtë formë, pra vëllezërit e mi. Gjithashtu një aspekt tjetër që edhe ky është shumë i fortë për të argumentuar ekzistencën e Zotit xheleshanu është dhe përshkrimi i shpalljeve hyjnore. Pra dëshmi vetë shpalljet në vetvete dhe përmbajtja e tyre tregon që është një Zot i urtë. Edhe këto janë shpallje që janë zbritur në popull të ndryshëm, në epoka të ndryshme dhe megjithatë, po ti shikosh krahason me tyre, shikon një lloj ngjashmërie mahnitse. Pse? Sepse domethënë feja bazohet në disa themele bazë, të cilat nuk ndryshojnë në asnjë epokë. Besimin në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, ligjet bazike që ruajnë jetën e njeriu, ruajnë fenë e tij, nderin, pasurinë, domethënë gjërat e pacënueshme të njeriu, janë rregulla që i ka vendosur Zoti, tregojnë pra përmbajtja e shpalljeve në vetvete, që janë në vende të ndryshme, epoka të ndryshme dhe ngjashmëria mes tyre tregojnë që burimi është një i vetëm. Që është Allahu xheleshanu. Tregon për qëllimin që ka Zoti me ne. Pra nuk mund të jenë këto ngjashmëria. Prandaj Allahu xheleshanu në Kur'an po ta shikosh shumë ajete, si thot Allahu xheleshanu, thot wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dhe nuk ishte ti mes tyre, mes vëllezërve të Jusufit, kur ata bënin kurthe, thot, që të vendosnin për Jusufin si do vepronte. Dhe po të shikosh historinë e Jusufit në Kur'an, dhe të shikosh për shembull dhe historinë e Jusufit në librat e vjetër, do shikosh një ngjashmëri mahnitse. Dhe Allahu i thot profetit sallallahu alajhi wasallam në këtë sure, dhe ti nuk ishe prezent. Ose i thot wa ma kunta bi janibit turri. Dhe nuk ishte në anën e Turit, kodrës Tur ose malit Tur, kur ne i thirrim Musait dhe i tham, kjo historia me kaq imtësira, që i dinin vetëm profetët ose njerëzit që kishin mësuar mësimet e profetëve mes jehudëve. Profeti s'dinte as lexim, jo më kohë të zgjodhi Zoti, profetin ton, që s'dinte shkrim dhe lexim, që nuk lexonte, nuk dinte profeti të lexonte, të merrte, aq më tepër që gjithë populli ishte i tillë. Arabët të tillë ishin që s'kishin njohuri, subhanallahu. Nga i nxori profeti sallallahu alajhi wasallam gjithë këto informacione që i dinin vetëm profetët. Dhe shpeshherë jehudët shkonin dhe e pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam. E do të bëjmë disa pyetje që i dinë vetëm profetët ose njerëzit që kanë marrë prej tyre. Nëse na përgjigjesh do të besojmë. U thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam, po nëse ju përgjigjem, a do të më besoni vërtet? Dhe ata e pyesin dhe ju përgjigjej. Siç e pyeti, domethënë Abdullah ibn Salami, do të pyes për diçka që dinë vetëm profetët, 3 pyetje, dhe i pyeti 3 pyetje. Profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, tashmë erdhi Xhibrili dhe më njoftoi. Dhe janë 1 2 3 dhe i dha përgjigjet. Dhe i dëshmoi shahadetin Abdullah ibn Salami, që ishte habr i jehudëve, pra dietar nga mes jehudëve në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Pranoi Islamin sepse profeti sallallahu alajhi wasallam foli dhe tha gjëra që nuk mund t'i dinte askush vetë se ata që dinin nga profeti. Nga i mësoi profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe në moshën 40 vjeçare. Profeti ishte si gjithë njerëzit, jetonte me njerëzit. Po ishte besnik, ishte domethënë i sinqert, i pastër, në moral, në të gjitha drejtimet, por se nuk pretendoi asnjëherë që ti ishte profet. Edhe as nuk ishte mësuar me dikë që të ulej, që të mësonte ose të interesohej të mësonte diçka nga fetë, as pak. Nga i mori gjithë informacione? Nga i nxori gjithë to që solli këtë Kur'an madhështor, domethënë, ndër njerëz, i cili ka brenda tij informacione nga popujt e shkuar, domethënë të hollësishme. Madje ndonjëherë edhe i qorton edhe devijimet që kanë bërë ehlul kitab, ndryshime dhe qortime të cilat verifikohen sot edhe nga zbulimet historike ose arkeologjike. Zbulohen domethënë që Kurani ka thënë të vërtetën dhe këta kanë gabuar. Pse nuk i mori të gjitha, ti kopjonte të gjitha, si të mirat dhe të këqijat, edhe ti ishte një lloj si ata. Po shpesh domethënë i qortonte, sepse i merrte urdhën nga Zoti xheleshanu. Ai nuk dinte shkrim dhe këndim. Ishte sinqert. Siç tha dhe një nga këta që studiuan historinë e profetit sallallahu alajhi wasallam për ta luftuar atë. Dhe në fund çfarë tha, subhanallahu? Tha, e lexova historinë e tij dhe pash ishte njëri i sinqert. Është i pakrahasueshëm si njeriu në moralin e tij, në sjelljen e tij, në historinë e tij. Dhe mendova me vete dhe thash, nuk ka mundësi një njeri të mos gënjej njerëzit
pra të ruhet ta ketë pastërtinë morale të tij në këtë nivel që kur të mos gënjej njerëzit dhe të marrë guximin të gënjej Allahun. Nuk mundet. Është pa mundur. Gjë që e bëri këtë njeri pse e pranoi, sepse pa domethënë se çfarë lloj përputhje kishte mes atyre që fliste ky profet, pra kjo shpallje me shpalljet e tjera që janë shpallur gjatë gjithë historisë. Pra kjo tregon domethënë themi dakordësia e gjitha shpalljeve në parimet bazike, me gjithë ndryshimet teknike që mund të jenë për secilin popull, se këto janë pjesë të sheriateve të ndryshme. Sipas urtësisë Zoti ndryshon çdo sheriat diçka, domethënë nga sheriati, nga ligjet praktike. Po çështjet e akides, çështjet bazike që janë në fe janë gjitha të njëjtat. Dhe kjo tregon çfarë edhe një herë, tregon edhe një herë për ekzistencën e një Zoti krijues, që është një i vetëm dhe ka një qëllim me krijesat. Dhe ka dashur gjithmonë gjatë gjithë historisë së njerëzimit të jap këtyre njerëzve udhëzimin, që tregojë atyre rrugën ku duhet të ecin, si ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra edhe kjo është një argument që tregon vërtetësinë e Zotit subhanahu wa taala. Uniteti i mesazhit 21 që vjen nga qielli, pavarësisht ndryshimeve kohore, gjuhësore apo kulturore, të gjitha shpalljet hynori të vërteta, nga Teurati, Ungjilli deri te Kurani, ndajnë një boshë të përbashkët dhe të palëkundur. E para, njëshmëria absolute e Allahut dhe detyrimi i njeriu për ta adhuruar Zotin. Të gjitha kanë përcaktuar që mënyra e vetme që njeriu të gjejë lumturinë dhe shpëtimin në këtë jetë dhe në jetën tjetër është adhurimi i Zotit. Dhe për një pjesë të madhe të historisë, adhurimi i Zotit gjithmonë, pra ka qenë zbatimi i ligjeve të tij, i shariatit që ka zbritur. Pra ligjet e adhurimit, ligjet e jetës, halalli dhe harami, në ushqime, në pije, në veshje, në marrëdhëniet me njerëzit, ndërtimi i marrëdhënieve të ndryshme, dënimet për raste e daljes nga ligji, të gjitha kanë qenë të njëjta subhanallahu. Pse? Sepse të gjitha synojnë çfarë? Të ruhet feja, të ruhet jeta e njeriu, edhe një herë ato pesë domosdoshme që i dini, të ruhet pasuria e tij, mendja e tij dhe nderi i tij. Pra gjitha janë këtu vërtiten. Edhe kjo tregon ky unitet i mesazhit dëshmon se burimi i tyre nuk është njeriu, as kultura ose e popullit, por se ka qenë gjithmonë Zoti xheleshanu që ai u impononte njerëzve që të merrnin këto ligje dhe të kishin mirësi në jetën e kësaj dhunjaje. Por ai sa do jetoj njeriu në këtë dhunja. Sepse kur vi koha që Allahu subhanahu wa taala ta mbyll jetën e kësaj dhunjaje, që do përfundoj koha e kësaj dhunjaje, atëherë do vi ditë e gjykimit, që Allahu subhanahu wa taala do t'i gjykojë njerëzit për atë që kanë zbatuar ose jo prej ligjeve të tij. Gjithashtu profecitë e përmbushura vëllezërit e mi. Nga shenjat më madhështore të shpalljeve është saktësia me cilën ka parashikuar ngjarjet e ardhshme. Pra, një pjesë e ekzistencës së Zotit është dhe profecitë që profetët kanë lënë dhe zbatimi i tyre dhe dalja e këtyre profecive. Ndër profecitë më të rëndësishme që kishin profetët e shkuar ishte pikërisht ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndër profecitë që ata e kishin shumë të rëndësishme, pra që e përhapnin në popull ishte ardha e profetit të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dhe një grup shumë i madh jehudësh ikën nga agrumet e Shamit, domethënë dhe klima mesdhetare, domethënë dhe aq e bukur domethënë e Shamit, e Palestinës. Edhe shkuan dhe u strehuan ku? Në Gadishullin Arab, dhe pikërisht në zonën, domethënë zonën më të varfër dhe të thatë të themi, më të vështirë, që është domethënë pjesa e Gadishullit që është Mekka dhe Medina, mes Mekës dhe Medinës. Medina kryesisht një fiset më kryesore, kishte edhe në Khayber, pra disa vise që ishin afër pjesës së Shamit, megjithatë ata erdhën në Medinë. Pse erdhën në Medinë? U vendosën në Medinë. Siç thoshte njëri prej tyre, një dietar i madh i tyre, siç e përmend Ibn Qayyim Allahu mëshiroft në Hidayatul Hayara, përmend një dietar të madh të tyre që kishte ardhur në Medinë, dhe në fakt ky ishte njëri shumë i mirë subhanallahu. Njëri besimtar, edhe ishte nga pasardhësit e Harunit, që zbatonin Teuratin, zbatonin ligjet e Zotit, adhuronin Allahun subhanahu wa taala. Edhe erdhin në Medinë. Edhe thoshin sahabët më vonë që pranuan Islamin, pra banorët e Medinës tregonin që kur kishte thatësi në Medinë, që zbinte shi, edhe kishim nevojë që dikush të lutej, shkonin te ky person dhe i thoshim: "O filan, eja ta lutim Allahun, domethënë që të ngrenë duar të na zbres shiun." Ishte njëri i mirë subhanallahu, kishte ardhur me një qëllim të caktuar. Edhe ai çfarë thoshte? "Jo vallahi, nuk kam për të dhënë derisa të jepni sadaka. Kërkoni falje Allahut dhe të jepni sadaka. Dhe pastaj do dalë që të kërkoj falje. Edhe të kërkoj Allahut shi." Dhe ndodhte që kërkonte istisqa, pra ajo lutja e shiut dhe zbriste Zoti subhanahu wa taala shiun. Ky njeri, në momentin kur i erdhi vdekja, tregon Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, i mblodhi njerëzit e tij jehudët, që ishte njeri i ditur mes tyre. Edhe ju tha: "O bijtë filane, do bijtë filan. Pse mendoni se lash viset e
pasura, domethënë të Palestinës, atë vise domethënë me lumej edhe me agrume thot. Edhe erdha në këtë vend të thatë. Vallahi thot është afruar koha tashmë që të dalë profeti i fundit. Nëse vjen, ndiqeni, pasojeni. Ai që i bëhet kundër, mësojeni se do të ketë shpatën mbi kokë. Dhe nuk do të dilni, nuk do të shpëtoj. Ai që e kundërshton. Dhe vdiq në fakt. Iku. Ai ishte me dëshirë për të pranuar, alhamdulillah, inshallah Zoti e mëshiron edhe e fund në xhenet. Pra them, të tillë njerëz e prisin që të vinin pra parashikimet që kishin profetët, ndër më të mëdha ishin ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar, edhe në Kur'an ka shumë parashikime që janë zbuluar dhe janë zbatuar ose janë realizuar. Dhe pjesë e kësaj, nëse do njeriu që të shikojë hollësisht, domethënë profecitë të zbatuara dhe të përmbushura të profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lexoj shenjat e kiametit. Ndër shenjat e kiametit, i kanë ndarë dietar shenjat e vogla, shenjat e mëdha. Dhe ndër shenjat e vogla ka përmendur subhanallahu gjëra dhe imtësira të tilla që subhanallahu sahabët i panë të realizoheshin, të përmbusheshin, një lloj siç imtësisht siç i përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam. Parashikoi profeti sallallahu alaihi wasallam, domethënë faktin që Umar ibn al-Khattabi, Uthman ibn Affan dhe Ali ibn Abi Talib do të vriteshin si shahid. Pra do të vriteshin. Pra kur e tha këtë, miman Uhud. Ishin në Uhud e po të rënditej Uhudi. Tha, goditi me këmbë profeti sallallahu alaihi wasallam, tha, uthbut Uhud. Qëndro Uhud, sepse mbi ty thot është një profet, një siddiq, Abu Bekr, siddiku dhe 2 shahid. Në një transmetim tjetri 3 shahid. Domethënë në tjerë ka pasur edhe raste të tjera kur ka thënë, pra ishte Umar ibn Khattabi, Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan i tregoi himtësisht, hollësisht çfarë do të ndodh me të. Dhe i tregoi që do të vinë që t'ia marrin pushtetin, por e ndaloi profeti që ta jepte. Pra profeti tha, bëj durim dhe mbaje. Do të vrasin. Edhe i tregoi dhe mënyrën domosht gjithçka. Dhe Uthmani ditën kur i erdhi vrasja, domethënë ai u gdhi agjirushëm, ishte në moshë të madhe, 80 e kusur vjet. Agjirushëm u gdhi agjirushëm atë ditë, i ulën në mushafin e tij dhe i rrethuar nga ata zullumqarët që don kërkonin që ta vrisin dhe hyn dhe vranë në shtëpinë e tij. Dhe dinte shumë mirë dhe nuk ngriti dorën që të pse se e dinte imtësisht se çka kishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Parashikoi pasaj luftën që do ndodhte mes Aliut radhiyallahu anhu dhe Muawiyes radhiyallahu anhu ajma'in. Pra Allah që të kënaqur nga ata të gjithë me imtësira të çuditshme. Aisha edhe Aisha radhiyallahu anha e kuptoi fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. I tregoi asaj që do të futesh, do të marrësh pjesë në një fitnë dhe do të kujtohesh vetëm kur, domethënë, të ulërin qend e filan vendi, do ta kuptosh, do ta kujtosh te që do të them. Dhe pikërisht në atë çast e kujtoi Aisha. Subhanallahu. Kujtoi të tilla imtësira që kishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe u pendua sinqerisht. Vërtet u pendua, domethënë që kishte marrë pjesë. Po ishte diçka që subhanallahu. Parashikoi se kush do ta vriste. Domethënë Zubair ibn Awamin e përgëzoi me zjarr vrasjen e Zubairit. Do të ikësh nga fitnia dhe do të vras. Përgëzoi me zjarr atë do të vras 2 herë. Dhe në fakt e vran Zubair ibn Awamin, e vrau një prej xhawarijve. Në fakt Zubairi ishte nga ata që s'morën pjesë në fitnë. U larguan, as morën pjesë as me ushtin Aliu dhe as me të Muawiyes. Nuk morën pjesë ta burra, sepse e dinin fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ku largua. Dikush vjen te Zubairi dhe i thotë, "Të shoqëroj dhe ty të vi ikim bashku", thonë, "Dakor", ti thaj, "Se njëte e pa me vërejtë e Zubairi." Kush i dilte Zubairit përpara? Zubairi ishte trima, nga ata trima që luftonin me 2 shpata, nuk ish mburoj që të mbrohej. Me 2 shpata luftonte. Edhe u fut në namaz. Zubairi. U fut në namaz, falte namaz. E ndiu, domethënë, pa besin që vërtitej, po s'kepse të marrësh vendim vetëm për dyshime. Edhe e vrau në namaz. Ai që e vrau. E ndoqi Aliu radhiyallahu anhu. E ndoqi, domethënë për ta kapur të person dhe ai vrau veten. E tha përgëzoi 2 herë me zjarr. Një herë që vrave, domethënë Zubairin dhe përgëzoi profetin sallallahu alaihi wasallam ai që vret Zubairin me zjarr, edhe një herë që vrave veten. I tha domethënë, "Allsira, Aliu ti tha që ti do të vrasësh, do të luftosh me një grup me Khawarijët, dhe i shpjegoi se cili do të ishte prisi i tyre. Prisi i Khawarijëve. Do të ishte një burr i cili kraun e kishte të prerë dhe pjesën e prerë të kraut ishte si gjiri një gruaje. Pra ishte me rumbullakosu, domethënë krau i tij. Dhe Aliu pasi luftoi në Nahrawand, domethënë luftoi kundër tyre Khawarijëve dhe i vrau, i tha kërkoni dhe gjeni prisin e tyre. Kërkuan s'po e gjeni, tha vallahi profeti zgjinjeu edhe unë s'kam gënjur. Gjejeni. Derisa subhanallahu e gjetën vërtet dhe ranë sejdë për Allahun subhanahu wa taala. Imtësira të kësaj natyre
që transmetohen ndër ne dhe vinë sot. Pastaj vazhdo me gjithë shenjat e kiametit. Shenjat e vogla, çfarë do dal një zjarr i cili do ndryshoj qafat e deveve në Basra. Po të marrësh gjithë kapitullin e shenjave të kiametit vëllezërit e mi. Qofshin të vogla, qofshin të mëdhat, lexoje me kujdes dhe do shikosh subhanallahu këto hadithe të sjella saktësisht nga profeti sallallahu alaihi wasallam, tregojnë edhe një herë për, domethënë, parashikimet e sakta të këtij njeriu që sfliste nga mendja. A nuk tregojnë për ekzistencën e Allahut xhaleshan. Për pushtetin e atij që e dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto edhe një herë këto parashikimet e profetëve dhe profecitë e përmbushura tregojnë të gjitha alhamdulillah që ekziston Allahu xhaleshan që di atë që ishte, atë që është, atë që do të vijë. Domethënë në të ardhmen. Edhe kjo është pra pjesë e gjithashtu vëllezërmi mrekullia e gjuhës. Mrekullia domethënë e shpalljes në mënyrë të veçantë e Kuranit tashmë. Kurani erdhi si mrekulli domethënë në shumë aspekte, por nga më e spikatur është mrekullia domethënë e gjuhës dhe formimit të tij. Ai sa arabët domethënë që ishin si thon kalorësit e krijimtarisë letrare. Ata ishin analfabet, nuk shkruanin, pjesa më e madhe e tyre nuk shkruanin, por kjo s'do thotë që nuk mësonin përmendesh dhe nuk hartonin poezi, domethënë me mira vargje. Ishin njerëz të fjalës, e donin poezinë dhe krijimtarinë, domethënë edhe krijimtaria e tyre s'është thënë që ti ishte me të shkruar, por ishte e transmetuar gojarisht, me mira vargje, mund të ulet dikush bënte mira vargje në çast. Ulet dhe i nxirte, domethënë krijime domethënë të habitshme. Megjithatë kur erdhi Kurani, mjafton një fakt të përmend vëllezërit e mi. Kur erdhi Kurani vëllezërit e mi, arabët kishin një zakon që veprat më të mira të gjithë historisë, domethënë letërsisë arabe, i varrnin në Qabe. Pra i vendosin të varur në Qabe, të shkruar dhe i varrnin si nderim për të fjalën e njeriu, pra për letërsinë, elokuencën e tij, forcën e shprehjes. I vendosin në e quajnë muallaqat 9 ose 9 ato të varurat që quheshin. I varrin në Qabe. Kur zbriti Kurani vëllezërit e mi, zbriti Kurani, filloi domethënë të dëgjonin Kur'an, kupton? Subhanallahu kaloi një farko dhe i hoqën të gjitha. I hoqën. S'ka ekziston. Nuk kam domethënë konkurrencë. Edhe një nga poetët më të mëdhenj të kohës së xahilietit, në momentin që pranoi Islamin, thotë subhanallahu, që sa kam mësuar surën Bekare. Mësova përmend surën Bekare, nuk kam bërë më poezi, thotë subhanallahu. Jam larguar, nuk kam domethënë si thën prirje ose dëshirë që të bëj pse nuk kam mundësi që të bukurisë, të afrohet bukurisë së Kuranit. Nuk kam mundësi. Domethënë tregon që madje shumë nga prisit e tyre, edhe pse e urrenin profetin sallallahu alaihi wasallam, është regjistruar dhe saktësisht është transmetuar që vinin natën dhe dëgjonin profetin sallallahu alaihi wasallam kur këndonte Kur'anin në Qabe. Pa i parë njerëzit. Dhe kur shikonin njëri tjetrin që ishin duke dëgjuar Kur'anin, i thashë aty po na pa njerëzit, që po veprojmë në këtë formë, na mori lumin. Gjithë domethënë do ta kuptojnë që kjo prap, edhe pse vendosin të mos ktheheshin, prap të ktheheshin të nesërmen të pasnesërmen të dëgjonin Kur'an, subhanallahu. Ebu Bekrin e ndaluan, sepse kishte një faltore në shtëpinë e tij aty jashtë dhe këndonte Kur'an dhe kur këndonte Kur'an ai qante. Dhe subhanallahu nga bukuria e këndimit të Kur'anit mbidheshin gratë, fëmijë dhe të rinë, domethënë dhe dëgjonin Ebu Bekrin. Ai sa e ndaluan dhe i thanë, "Ore, ndal ose do të marrim masa kundër teje." Pse? Sepse Kurani kishte ndikim të jashtëzakonshëm vëllezërit e mi. Një ndikim të jashtëzakonshëm. Pastaj po të përmendëm shumë zbulimet e domethënë shkencore që janë sjellë në Kur'an. Do ta mbyll sot vëllezërit e mi me një aspekt ne kemi folur her pas here, mbase mund të jenë për disa prej jush mund të jenë përsëritur ato që do them tani. Është një aspekt tjetër që po e zbulojnë kohët e fundit me Kur'anin. Domethënë është aspekti i themi nuk quhet mrekullime numerike, se shpesh ka edhe teprime në këtë term, pra mrekullit numerike të Kuranit, pra të numrit, të numrave dhe matematikës në Kuran. Nuk po e them këtë aspekt sepse shpesh ka edhe abuzime ose teprime dhe nuk po i futem asaj pune, por vërtet disa nga domethënë gjërat të çuditshme që janë zbuluar në Kuran tregojnë për madhështinë e tij subhanallahu. Dhe tregojnë për faktin që Kurani është sjell deri sot, mendoj 1400 e kusur vjetësh, është sjell dhe prej tij nuk mungon asnjë gërm, asnjë fjalë, edhe asnjë renditje, asnjë numër ajetesh. Do të jap dy shembuj inshallah, që shpresojnë Allahu inshallah të na hap zemrat dhe na kënaq zemrat tona. Po marr surën Kauthar. Surja Kauthar
E dini, inna atajnaka al-Kauthar, besoj e surja e parë që e mësojmë kur falim namazin apo kur mësojmë falim namazin, nga që është surja më e shkurtër, pas Fatihas mësojmë Kautharin. Po dije që surja Kauthar nuk është gjë e vogël, është surja më e shkurtër e Kuranit. Shpejt, disa bukurira numerike të surës Kauthar. Sura Kauthar e gjitha është e përbërë vetëm nga 10 fjalë. Inna a'tainaka al-Kauthar. Fasalli li rabbika, emra 10. Janë 10 fjalë të gjitha. Mbaj mend numrin 10. Kjo ka 3 ajete vetëm. 3 ajete ka sura Kauthar. E marrim ajetin e parë, dietarët kanë futur dhe kanë numëruar gërmat që janë përdorur për formimin e këtij ajeti. Sa gërma nga gjuha arabe janë përdorur? Janë përdorur vetëm 10 gërma në ajetin e parë. Marrim ajetin e dytë, edhe në ajetin e dytë janë përdorur 10 gërma. Marrim ajetin e tretë, edhe në ajetin e tretë janë përdorur vetëm 10 gërma nga gjuha arabe. Janë 10 fjalë, janë përdorur vetëm 10 gërma në secilin nga ajetet. Gërma që përdoret më shumë herë në surën Kauthar është gërma elif. Sa herë është përsëritur në surën Kauthar? Gërma elif, që është gërma që është përsëritur më shumë herë në surën Kauthar, është gërma elif dhe është përsëritur 10 herë. Gërma që janë përsëritur në surën Kauthar, gërma të gjuhës arabe që është përsëritur vetëm një herë të vetme. Pra, nga alfabeti arab janë gërma që janë përsëritur në surën Kauthar vetëm një herë të vetme. Sa gërma nga alfabeti arab janë përsëritur në surën Kauthar vetëm një herë të vetme? 10 gërma nga alfabeti arab. Po të shikosh, sura Kauthar mbaron me gërmën r. Inna atajnaka al-Kauthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna sha'anaka huwa al-abtar. Mbaron me gërmën r. Gërma r në listën e gërmave të gjuhës arabe është gërma 10. Numri 10. Çfarë është kjo numri 10 tash? Ku ka lidhje kjo numri 10? Pse kjo 10? Ka dhe sa gjëra tjera me 10, po s'dua t'ja lodh kokën, se janë gërma jo muqatta, gërmat e Kuranit që janë ato elif lam mim, janë gjitha këto janë nga 29 gërma, domethënë janë 15 janë vetëm 4 gërma që janë përdorur. Këto 4 gërma e përsëritur 10 herë në surën Kauthar. Këto që nuk janë përsëritur në gërmat e fillimit, ato elif lam mim nun, ato gërmat e fillimit. Po mos e lodhi kokën për këtë. Ç'është kjo 10 tani? 10. Për çfarë flet sura Kauthar, e dini? Ne të kemi dhënë Kautharin. Prandaj falu për Zotin tënd dhe bëj kurban. Për çfarë bëhet kurbani? Kur bëhet kurbani? Bëhet në datën 10 Dhulhijja. Data 10 kurbani, kur është kurban Bajrami? Është datën 10 të muajit Dhulhijja. Pra sikur surja e gjitha të thotë, këto 10 kanë të bëjnë domethënë me datën 10 të kurbanit. Bëj kurban për hir të Zotit tënd. Domethënë 10, më fal çaj. 10, këto gërmat, kaq është përsëritura. Kjo 10 çesi. Tash i dëgjoni dhe të dytën, shembun e dytë për ta mbyllur inshallah. Me surën Nuh, për treguar domun që dhe renditja e Kuranit, renditja e sureve, numri i ajeteve, përsëritja e fjalëve në Kuran nuk janë të rastësishme dhe as pak, domethënë kështu pa qëllim. Sura Nuh, e sa ta është në renditjen e Kuranit? Është numri 71. Sura Nuh është numri 71 në Kuran apo jo? Nga fillimi në Kuran 71. Mbajmë 71. Sa ajete ka sura Nuh? Ka 28 ajete. Dgjoj me kujdes tash. 71 që është renditja e surës. Minus 28 që janë ajetet e saj, na del një numër. Abi nuk di kuj vete mendja njerëzve. Del numri 43. 71, heqim 28 sa bëjnë? 23. E sigur që 23. Se s'ka, s'del logaria. Kurani thot ndryshe, ju thoni 23. 23, 71, heqim 28, bëjnë 23. Kë numër 23 çdo thot? 43 herë në gjithë Kuranin është përmendur emri i Nuhut. Emri i Nuhut është përmendur në gjithë Kuranin nga fillimi deri në surën Nuh, nga fillimi deri në surën Nuh është përmendur 43 herë emri Nuh. Pra, emri i Nuhut. 43 herë. E marrë vesh ka një rregullsi këtu? Nga sura Nuh, që është e 71-ta, deri në fund të Kuranit, 114 heqim 71 sa bëjnë?
43. Dhe nga sura Nuh deri në fund të Kuranit s'është përmendur fare Nuhu me. Domethënë sikur tregojnë që sura Nuh është fundi i historisë së Nuhut, s'ka më histori e Nuhut, mbyll historia e Nuhut në surën Nuh. Pastaj deri në fund të Kuranit 43 sure nuk përmendet Nuhu. Po ta shikosh, domethënë që nga sura Nuh në fillim të mushafit ne thamë që është përmendur 43 herë emri Nuh, apo jo, 43 herë. Por në sa sure janë përmendur të 43 herë Nuhu? Në sa sure janë përmendur? Në 28 sure. Këto me kujdes, mbajni mend të. 28 është numri i ajeteve të surës Nuh. 28. Pra, këto 43 herë që është përmendur Nuhu është përmendur në 28 sure. Dhe nuk është përmendur në 43 të tjera. Domethënë, Nuhu alayhis salam, nga Nuhu, sura Nuh, dhe në fillim të mushafit, në 43 sure nuk është përmendur emri Nuhut. Nga sura Nuh deri në fund të mushafit, në 43 sure nuk është përmendur emri Nuh. Dhe është përmendur vetëm në 28 sure, që në fakt janë 28 ajete të surës Nuh. Fare është ingranazhi që s'mund të gaboj. Është e pamundur të gaboj. 28 herë. Edhe bukra është Nuhu alayhis salam është përmendur, domethënë këto 43 herë është përmendur në 3 forma. Qaumu Nuh, imra'atu Nuh, do populli i Nuhut, gruaja e Nuhut, ose vetëm emri Nuh. Emri Nuh i vetëm sa është përmendur? 28 herë. Çfarë na jetet? Kurse i përmendur me grua, populli, është 15 herë të tjera, po jo vetëm Nuhu, është 28 herë, se sura Nuh ka 28 ajete. Pastaj përmendet të tjera thot subhanallahu, po shikosh domethënë edhe 950 vjet, janë 950 domethënë gërma që përmenden, nuk e mbaj mend të me saktësi, çështjen e surës Nuh. 950 vjet. Përputhje historisë, përputhje domethënë numrat, renditja domethënë. Po ti është e 72-ta në Kur'an sura Nuh. Domethënë edhe renditja është bërë me urdhër nga krijuesi. Edhe numri i ajeteve sa herë është përmendur Nuhu. Pse mos përmendet më shumë Nuhu? Pastaj edhe gërmat o vëllezërit e mi, gërmat janë subhanallahu të numëruar Allah. Gërmat në surën Shura, edhe kjo ta mbyllim me këtë të fundit, inshallah mos e zgjatim. Në surën Shura, edhe në surën Qaf, ka marrë 2 shembuj dietarët. Shura dhe Qaf. Kjo në fakt është diku, domethënë 5 faqe, diçka më shumë. Është 7 faqe faktikisht, Shura është 6 faqe e gjysmë 7 faqe. Kurse sura Qaf është vetëm 3 faqe, gati gjysma e kësaj sure. Që të dyja fillojnë, domethënë me gërmën Qaf kanë të përbashkët. Sura Shura fillon Hamim, Ain, Sin, Qaf, wal Qur'anil Majid. Vazhdon me domethënë të zbret Zoti ty Kur'anin. Edhe sura Qaf fillon Qaf wal Qur'anil Majid. Të dyja suret filluan me të përbashkët nga këto gërmat e fillimit janë të ndara, kanë vetëm gërmën Qaf. E tha dikush ore, pse ka këtë Qafin të përbashkët? Ky Qafi domethënë, sura gërma Qaf ka e fortë. Numëroi sa Qaf, sa gërma K, ka sura Shura dhe sa gërma K të forta ka sura Qaf. Dakor? Dhe numëroi gjeti 57 gërma Qaf ka kjo sure, po kaq ka dhe kjo sure edhe pse është gjysma e kësaj, nga gjatësia. Pra Qaf kanë ngjashmëri që këta i kanë të përbashkëta këto dy sure këtë gërmën Qaf. Çfarë është kjo Qaf? Është gërma që fillon Kur'ani, sepse që të dyja fillojnë Qaf ul Qur'anil Majid, Kur'an, fjala Kur'an fillon me Qaf. Qaf betojnë në Kur'anin e madhërisëm. Edhe sura Shura, Hamim, Ain, Sin, Qaf, kadhalika yuhi ilayka rabbuk, kështu të shpall ty Zoti, ashtu siç i shpalli atyre që ishin para teje, këtë Kur'an madhështor, Edhe kjo flet për Kur'anin. Dhe 57 dhe 57 sa bëjnë? Po ti mbledhin. 114, thotë gjë ky numër? Sa sure ka Kur'ani? 114 sure ka Kur'ani. E bukur është që në surën Qaf, kur flet për popullin e Lutit, në gjithë Kur'anin, thotë për shembull qaumu Lut, populli i Lutit. Kur në këtë surë, në surën Qaf, nuk thotë qaumu Lut, por thotë ikhwanu Lut, vëllezërit e Lutit. Pse s'thot këtu qaumu Lut, një lloj siç ka thënë në gjithë Kur'anin, domethënë populli i Lutit. Po se këtu thot ikhwanu Lut, vëllezërit e Lutit. Se po thoshte qaumu Lut, dështoi një qaf. Kishte kohë mendonte profeti sallallahu alajhi wasallam për to, domethënë një qaf shteti, më të themi ikhwan. Shkon. Pa ku i numëroi? Nuk shkruante profeti sallallahu alajhi wasallam.
Po ta mendosh, domethënë janë gjëra të habitshme vëllezër. Si punë e kësaj ka janë shkruar libra, subhanallahu. Libra. Vëllime të tëra. Që vëllai nëse futet njeriu mendon, e kupton që ky Kur'an, pastaj të mos harrojmë dhe faktin tjetër. Çështja e Kur'anit, që Kur'ani është shërim. Thot Allahu xhela shanu nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kjo zbritur Kur'an që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Mos s'kan të mbaruar historitë, domethënë edhe ato ndikimin e Kur'anit madhështor, shërimin e tij, domethënë në gjitha aspektet e çdo lloj sëmundje që e kanë përjetuar njerëz të ndryshëm. Mjafton të lexosh, siç ndodhi se Ebu Said al-Khudri, që i lexoi 7 herë Fatihan, unë ngri tjetri që ishte i thumbuar me akrep, domethënë mendon të thumboj ose pickoj gjarpri, dhe di çfarë ndodh, po pickoj elmin në gjak, do thotë që më pikse gjaku dhe është vdekje e sigurt. Nëse nuk i fut anti-helmin që të holloj gjakun, hollus gjaku, të largohet ajo probleme, sepse në pikse ati krijon me njëherë domethënë vdekjen e pacientit. E kishte pickuar gjarpri dikë, shkoi, e zgjetën dermanat, çfarë do bënin, s'kishin mundësi në atë kohë domethënë. Edhe thanë, ti themi këtyre të shokëve të profetit se mbase kanë diçka. Di unë tha. Edhe lexoi vetëm Fatihan 7 herë. Fatihan. 7 herë dhe thotë, u ngrit sikur ishte zgjidhur nga zinxhiri. Domethënë s'kishte ndodhur asnjë lloj problemi me ta. Ose raste të tjera që profeti sallallahu alajhi wasallam lexoi Kur'an dhe edhe ai që ishte i zaptuar ose kishte probleme të tilla, domethënë alhamdulillah, edhe kjo është një aspekt që tregon për madhështinë e kësaj shpallje, tregon edhe një herë ekzistencën e Allahut xhela shah. Elusallahu na mësoj atë që nuk e dim, na forcoj besimin, na forcoj imanin. Kaq për të temë. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu